Ndërkohë gjithë kjo situatë ju bëri juve që të thirrisni një protestë para Ministrisë së Shëndetësisë, një protestë që nga tetori ros e quajtë tetori zi. Çfarë ju bëri ta quani tetori zi, një muaj që qëndron edhe duhet të jetë për ndërgjegjësimin për të smundje që është kanceri i gjirit të grave? Është tetori i zi dhe unë nuk i heq asnjë lloj presje kësaj çfarë them, edhe pse mund të ketë një lloj konotacioni pak negativ. Është historia e një zonje nga Durrësi 40 vjeçare me 2 fëmijë vuan nga kanceri ginekologjik dhe që nuk gjen dot sot 4.000 euro për të shkuar në Turqi për të bërë brakiterapinë, sepse në spitalin onkologjik pajisja brakiterapisë ka 3 muaj që nuk punon. Për shkak se nuk është bërë mirëmbajtja. E kupton çfarë po them? Kan harruar ata zotërit aty me bërë mirëmbajtje dhe ajo pajisja ka dalë jashtë funksionit, ose s'kan pas lek, ose nuk kanë dashur të çojnë lek, nuk e di. Por realiteti është që kjo pajisje mungon. Çfarë do i thuash ti kësaj gruaje? Është një grua e cila vuan nga kancer ginekologjik. Çfarë ti thuash ti kësaj gruaje? Ajo ka drejtën e saj, ja përcakton dhe ja jep drejtën e saj kushtetuta e Shqipërisë për të pasur shërbim shëndetësor, për ta merituar atë shërbim shëndetësor dhe nuk e ka. Kishte gra të ndryshme të cilat shkonin, nuk bënin dot PET skanin, nuk kishe mamografin, po nuk kishin akselerator se prisheshin, po nuk kishin ilaçe, kimioterapi, dhe nga ana tjetër ti shikoje me një lloj arrogance të frikshme dhe të shnjërzore shtetarët e këtij vendi që bënin thirrje që diagnostikohuni.